që kemi në studio është 14 vjeç dhe që në moshën 6 vjeçare ka filluar të ushtrohet me sportin e boksit, me një pasion të madh dhe një disiplinë shumë të fortë. Po flasim për boksierin Graciano Shoshi, i cili prej 2 vitesh e rresht të shpallur kampion kombëtar në boks, ndërsa me 16 tetor ka marrë pjesë në kampionatin evropian U15, ku ngriti flamurin ton kombëtar në podium duke fituar medaljen e bronzë. Lidhur me këtë arritje, sigurisht ne kemi jo vetëm Gracianon, mirëmëngjes Graciano, mirë se ke ardhur në Wake Up, po kemi dhe Anton Kikrin, i cili është trajneri i tij, dhe Fred Shoshin, zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Boksit dhe njëkohësisht babai i Gracianos. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur të gjithë. O Fred, sot ka ardhur si babi apo si zëvendës presidenti i Federatës? Unë jam gjithmonë si babi. Si babi. Atëherë si babi, po nisim me ty, se e di që për një prind të shohë fëmijën e vet të shkëlqejë është diçka shumë e çmuar. Edhe veçantë. Çfarë ke ndier ti me këto rezultate të shkëlqyera? Antoni do ta tregoj pak më vonë se rezultati i Gracianos është historik, nuk është thjesht një rezultat i mirë, po ti si e ndier si bab? Pasioni është shumë i madh, po të mendosh emocionet që janë kur Graciano është në ring, për shembull, nëse ky hani grusht më dha mua, ke parasysh? Po janë ca gjëra që shumë emocione të forta. Kurse ama vetë nuk e shikon kur, vetëm qanë se po fitoj nuk thashe, kur unë se ka dhe humbje në gjithmonë, nuk diskutohet. Ka qenë dhe motra këti në boks e presore serviti vite gjys, se më ngele vetëm gruaja pa në boks. Më mirë jo. Po jo, atë kështë më frikë, se Del kampionet direkt. Graciano, ne nisëm me babin, po kampioni vërtet je ti këtu, edhe talenti. Ke nisur që 6 vjeç të bësh boks e të merresh me boks. Çfarë të shtyu drejt i pasionin? Gjithmonë ka qenë dëshira e babit, edhe unë e provova edhe më tërhoqi shumë si sport. Bashkë me profesorin, duke u servit që në moshën 6 vjeç kemi arrit deri në këto arritje kaq të mëdha që jo vetëm për mua, po janë arritje edhe për Shqipërinë. Profesor, pra nisi si pasion, po themi si një sport që babai Gracianos donte që ai të stërvitej, më pas i e pe që kishte talent. Nëse mund ta tërheqësh pak mikrofonin. Çfarë pete Graciano? Çfarë shikon te Graciano që e bën atë një sportist veçantë? Gracio ka një disiplinë të hekurt. Gracio nuk para mund konkurr në seancë servitore. Bile servitet nga 2 seanca në ditë. Kjo është një plus që Gracio ka. Edhe shpresoj me përkushtimin e Gracios, me ndihmën edhe të Fredit e ndihmon jashtëzakonisht, e mbështet jashtëzakonisht djalin në sport, besoj se do arrijm shumë. Do arrijm shumë këtë sport. Ka ai një gjë që ti do ta veçoje, se shumë çuna stërviten edhe kanë që kalojnë edhe një periudhë duke u marrë me boks, pastaj shumica e lën, disa vazhdojnë. Çfarë është që bën veçantë Graciano? Cili është kyçi i tij te këto fitore që ka korrur? Graciano e bën disiplina, puna dhe rezultati vjen. Pavarësisht neve fokusohemi ke pjesa e teknikës, në palestër, në stërvitje ke pjesa e sparingjeve, po për më bë një boksier i madh duhet të jesh i punëtor i vërtet. Edhe Gracio këtë virtyte ka. Më ka materialin, ka brumin për të bërë një boksier i madh, po thua. Ka një dëshirë jetë të jashtëzakonshme. Kjo i bë diferencën nga shumë sportistë moshës vet. Graciano, ti vet çfarë qëllimi ke? Ku të çon ty kjo rrugë? Qëllimi im është boksi profesionist, ku të arrijm majat edhe pse jo dal dhe kampion bote. Bukur shumë, po trajneri ju të thotë që ti ke një disiplinë të hekurt, që është një gjë shumë e mirë për të çuar ty përpara në karrierën tënde. Po sa e vështirë është për ty që ti jesh i disiplinuar, të shkosh gjithmonë në stërvitje, të ushqesh mirë? Na trego pak më shumë për ditën tënde, për atë që ti me të vërtet punon. Normalisht është e vështirë, pasi pa vështirësi nuk ka as fitore, as medalje. Po përderisa unë e kam zgjedhë këtë rrugë, unë e kam menu se ç'a më pret, kupton? Edhe jam gjithmonë gati për stërvitje, për sakrifica, për ndeshje. Edhe një sakrificë tjetër është edhe të mësosh të gatuash. Se si dihet ku shkon. Po të lejon ëmbëlsirat? Mund të hash ëmbëlsira? Nuk na lejohen, po mas fitores mund të hash. Shkelin mirë. Kështu që ai ka një motiv më tepër për të fituar, domethënë. Po ç'a dietë ke? Çfarë duhet hash? Gjithmonë ke ushqime të shëndetshme, kupton? Asnjëherë nuk duhet ta prishim dietën, po ndodh që edhe një herë e prishim. Mishi është i rëndësishëm besoj. Aty merr fuqinë. Proteina patjetër. Babi ka fillu punë dytë, domethënë. Kasap. Për çështjen e mishit, si keni qenë me mishin? Kemi kasapë aty afër që kemi shumë. E keni thjesht. Ai jeni më shumë. Si jeni me Gracianon? Jeni baba i rreft, kërkues në mënyrë që ai të shkojë përpara apo mallaston ndonjëherë Graciano? Normal.
afroj gjatë ditës si shok, si diskutojmë, jap li, po mbi gjitha prapë është ai kufiri që duhet mbajtur. normal është. Graciano si është se babi? Si është babi, është jegër? Për sa i përket ditës, nuk është se që rep, po kur vjen pjesa servitjes, normalisht duhet të jeti rep si babi, po ashtu edhe presori, sepse gjithmonë duhet jemi serioz në servitje që të presim rezultate sa më të mëdha. Një gjë që na bëri përshtypje në informacionet që kolegët na dhanë për ju ishte edhe fakti që ti ke kaluar një stazh 2 mujor në Kirgjistan. Që jo të gjithë njerëzit që na dëgjojnë e dinë se ku është. Mua përfshirë, nëse më jep një hartë, nuk jam i sigurt nëse vetë do të gishtin tek Kirgjistani, po ke qenë në Bishtek atje tek një akademi e Dimitri Bivol. 2 muaj vetëm. Pra vetëm pa familjen për të servitur. Çfarë ndodhi në Kirgjistan? Na shpjego pak pse shkove dhe si kalove për 2 muaj vetëm në mes të Kirgjistanit. Po, atje vazhdova një kamp servitor prej 2 muajsh. Hika pasi boksirin preferuar është Dimitri Bivol, ai që e ka akademin. Edhe kjo më shtyu më shumë për t'ikur atje. Normalisht ishte vështirë, isha vetëm, as për krahun e familjes. Nuk e kisha pranë, nuk kisha as miq, pra vetëm fare. Vetmia do të thosh. Kultura ishte komplet ndryshe nga këtu, mentaliteti edhe kjo e boni të vështirë, po e kalum. Edhe me datë 20 janar jam prap gati të shkoj atje për një kamp servitor 3 muaj. 3 muaj. Që është edhe ftohtë në janar, kam përshtypjen, ndryshe nga se ke qenë. Është një nga vendet më të ftohta në botë që do e bëj akoma më të vështirë, po. Edhe larg babit. Si Roki, po babi për ty kur të vjen djali me këtë, to duhet të shkoj 2 muaj o bab në Kirgjistan vetëm fare. Është gati për qarë. Kur e mendon babi komplet. Është shumë prekse, shumë. Bile momenti më i keq është se unë çova, ne ta gati 10 ditë atje dhe kur do nis që ka qenë në avion në 4 mjesit, në 12 nuk do të ndashim dot njëri me tjetrin. Po sepse ai është vetëm 14 vjeç, duhet të kontekstualizojmë këtu. Dhe ishte diçka tjetër Kirgjistani, është si kemi qenë në kohën e komunizmit, nuk është si jemi ne sot zhvilluar, apo don. Po aty rritë më shtëpi, sa do ishte shok të palezë, po. Pra orare fikse. Nuk kishte vend rrezikshëm. Nuk kishte çfarë. Shtëpia në kat dytë, palestra poshtë, nuk kishte as televizor tjetër. Do të aty mësoj Graciano të gatuaj, ë? Aty po. Rina tregon për këtë, se i bënë qelet me video call, po. Si normal. Ishte mami. Po duhet të më lotse sa e mësonte, buton. Po ç'a bëre përmes mamit me telefon në Kirgjistan? Zgatove atje. Gjella. Zëvën tim, mish, pilaf. Aty mësova çdo gjë me gatuj. Ora atë kekun na trego. Se kisha ngrënë gjithë testim për vete. Aty nga që stërvitja ishte shumë intensive, edhe gjithmonë ishte shumë i uritur, edhe kupton sa i gatuja, haja direkt, nuk e tregosh as babit as mamit. Do të thënë siç e dëgjova unë, babi ti kishte treguar kekun në drek dhe kur në darkë babi tha tregojan çik mamit kekun, keku si ishte më. Po mirë, i falet profesor se djeg kaloria, stërvitja atje, disiplinë e ekurt, një çik kek. Patjetër. Patjetër, profesori komplet ta shosh kekun me sy. Masi nga kesët male.